Një shtetas shqiptar në New York me inicialet V. Berisha, i njohur si Vini Berisha, rezultoni përmendur në 43 dokumente të publikuara së fundmi në dosjen që lidhet me financierin e dënuar Jeffrey Epstein. Sipas materialeve të publikuara, emri i tij shfaqet në letra dhe emaile të shkëmbyera gjatë periudhës 3 tetor 2018-15 shkurt 2019, ku diskutohet për punime ndërtimore në rezidencën luksoze të Epstein në Manhattan. Në komunikime përmenden rinovimi i një dhome masazhi, ndërtimi i një sauneje dhe punime të tjera brenda pronës. Në email, Berisha prezantohet si pronari një kompanie ndërtimi dhe negocion oferta financiare për projektin. Në disa prej komunikimeve, përfshihen edhe emra të tjerë të lidhur me rrethin e Epstein, ndërsa asistentja e tij, Leslie Groff, rezulton të ketë caktuar një takim në 1 shkurt 2019 në rezidencën private në Manhattan. Nga dokumentet nuk ka konfirmim nëse takimi është zhvilluar apo nëse punimet janë realizuar, po ashtu nuk ka prova që e lidhin Berishën me aktivitete kriminale të Epstein, por vetëm komunikime me karakter profesional për çështje ndërtimi. Fakti që emri i tij përmendet në 10 dokumente ka ngritur interes dhe pikpyetje, pasi kontaktet rezultojnë të kenë ndodhur vetëm pak muaj para arrestimit dhe vdekjes së Epstein në vitin 2019. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.